Ministri, këtu jemi në kantierin e Lungomare 4-s, që është vazhdimi nga kraun perëndimor tashmë të Lungomares. Është një projekt fillestar me gjatësi rreth 500 metra linear, i cili parashikon shëndetoren e ngjyrësi rreth 7 metra, ashtu si dhe një pistë për biçikletat prej 2 metra. Projekti gjithashtu parashikon dhe sistemimin e erës. Janë bërë gjitha punimet nëntoksore, punimet e betonit, sistemet e vaditës, sistemi ndriçimit vjen mbasaj. Synimi është që deri në 15 maj kjo pjesë e shëndetores të jetë mbyllur dhe sistemuar, në mënyrë që për sezonin turistik të jetë e gatshme për të shfrytzuar nga qytetarët e Vlorës dhe nga turistët gjithashtu. Kjo si thosh është edhe një fazë 4 po themi, por është faza e parë e kësaj pjese të shëndetores që do vazhdoj dhe në vijim, duke bërë praktikisht gjithë Lungomaren të lidhur dhe me pjesën tjetër, nga Lungomare pas në në rajon. Kjo shpjeta që pastaj që ka në rrugë të reja. Po. Nga Vlora Marin vazhdon zhvillimet e reja. Sa gjatë shkon ky segment për momentin? 500 metra. 500 metra linear. Po këtu do jetë në shkallë si dhe? Në shkallare gjithë. Një shkallare që mund të shfrytëzohet jo vetëm gjatë orëve të paraditës që është pjesë e plazhit, por edhe gjatë orëve të mbazitës dhe darkave, duke u kthyer praktikisht edhe në një dysë amfiteatri ose për qytetarë që të pushojnë, të shijojnë perëndimin e diellit. Pista do jetë me asfalt kuq. Po kjo ka qashpër do të kryet apo? Jo, tu ka dhe shtresë betoni është ajo atje. Kjo është shtresa e fundit që ka një përbërje tjetër, ka disa preparat e tjera kimike që e bëjnë të durueshme ndaj ngryerjes, ndaj kripës. Jo, ajo atje është dhe me një lloj betoni që duron edhe kushtet atmosferike, pjesën e ajrit me kripë. Kjo është asfalti kuq, po. Për biçikleta, për karroca, për ratistë. Është mjaftueshëm me gjërë, 2 metra gjërë. Shumë mirë që Pemët janë aty praktikisht. Po. Të pasaj mund tjetë... Pasë të duhet edhe peqë. Do është të skriver edhe një... Nise këtu të filluar dhe kanë tjera Po. Ku fillon parkimi? Kemi lidhë kontratën, ishtë po zbardhim lere dhe çështje funditësh. Sa vënde gati? 250 ose parkimi. Këtu drejt sheshi... Jo, këtu të mbështeti, po. Ndërkohë që po mbyllin procedurën dhe për parkimin tjetër në Lungomare. Praktikisht janë dy parkime të fuqishme për pjesën e Vlorës dhe për pjesën e akomodimit të flukseve turistike. Në Lungomare do jetë një katë kontrollë. Një katë, edhe këtu një katësh. Sepse janë shumë afër detit dhe gjithmonë kjo frika e se sipërfaqja ishte e madhe, por zgjidhja që gjetën projektuesët, ju e dini që munduan të ruani një pjesë të pemëve, pjesën e pemëve kryesore dhe kanë gjetë një zgjidhje që dhe ruajnë pemët edhe shkojnë për pemët që do mbillen, mos jetë thjesht pemë pastaj mbi parkim, po të jenë pemë që shkojnë deri në tokë, që ka redukuar pak sipërfaqe, por nga ana tjetër se zgjidhja është nuk është thjesht parkim, është parkimi dhe një park i ri, dhe një shesh i ri përpara universitetit. Kanë të dyja të kombinuara. Po, parë për në shëllumë shumë. Po, kjo Lungomare do ndërmojnë shumë. Megjithatë duhet të identifikojmë vende të tjera për parkime, duhet bërë një gjë e re komplet për parkime. Në vijim të takimeve punët për Shqipërinë, kryeministri Edi Rama mëngjesin e kësaj të hëne e ka nisur agjendën e tij duke inspektuar shëndetoren e plazhit të vjetër ose siç njihet ndryshe Lungomare 4. Kryeministri i vendit i shoqëruar edhe nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës dhe i deleguri politik kanë qëndruar për disa minuta duke parë punimet dhe ecurinë e kësaj vepre. Ndërkohë që më pas kryeministri Edi Rama do të vijojë agjendën e tij duke u ndalur në një kafe me operatorë turistik për të vjuar më pas me inspektimin e bulevardit të Palmave dhe për ta mbyllur agjendën e tij në orën 12 duke zhvilluar një takim me asamblen e zgjeruar të Partisë Socialiste të qytetit të Vlorës.
Bashkia Himar ka shpallur 12 zona me përparësi zhvillimi në kuadër të ligjit për paketën e maleve, duke hapur zyrtarisht procesin e aplikimeve për të gjithë individët dhe subjektet e interesuara. Vendimi mbështetet në udhëzimin numër 2, datë 15/10/2025, si dhe në VKM numër 179 të vitit 2026, që përcakton zonat prioritare për zhvillimin e ekonomisë malore në territorin e kësaj bashkie. Zonat e shpallura shtrihen në disa prej destinacioneve më të njohura të jugut, nga Palasa dhe Dërmiu, deri në Borsh, Lukov dhe Nivic, duke përfshirë gjithashtu Vunon, Iljasin, Qeparon dhe Kudhësin. Sipërfaqet variojnë nga 17 deri mbi 2200 hektar, ku zona më e madhe përfshin territorin Himar, Pilur, ndërsa ndër strategjiket konsiderohet edhe hapësira Palas, Gjilek, Dërmi, me potencial të lartë për zhvillim turistik. Në total janë identifikuar 12 zona që ndërthurin turizmin bregdetar me atë malor dhe rural, duke krijuar një hartë të gjerë zhvillimi për investimet në jug të vendit. Paketa e maleve synon të nxjisë investimet e turizmit, agroturizmit, energjinë dhe ekonominë lokale, duke krijuar mundësi të reja punësimi dhe zhvillimit të qëndrueshëm për komunitetet. Të interesuarit mund të dorëzojnë dokumentacionin përkatës pranë bashkisë Himar, ndërsa autoritetet vendore e konsiderojnë këtë proces një hap të rëndësishëm për rritjen ekonomike dhe zhvillimin e zonave me potencial të lartë. Ura historike e Drashovicës rrezikon të shembet, i vetmi vendkalim për të hyrë në fshatin e cilësuar si porta hyrëse e Labërisë ka psuar dëmtime të shumta si në këmbët mbajtëse të saj, por edhe në bazament. Banorët e Drashovicës tregojnë se ura është dëmtuar si rrjedhoi e kalimit në të mjeteve të tonazhit të rënd, mbi normën e lejuar që mund të mbajë kjo urë, por edhe nga gryrja e shtratit të lumit Sushica. Sipas banorëve, nëse ura e Drashovicës shembet, atëherë fshati izolohet totalisht. Banorët konfirmojnë se kanë paraqitur kërkesa të shumta për rehabilitimin e urës edhe në bashkinë Selenic, por kjo e fundit nuk ka marrë asimas. Ende nuk ka asnjë projekt për rehabilitimin e saj, pavarësisht rëndësisë që ka për fshatin dhe jo vetëm. Ura gjendja sot është si e shikon edhe juve për i bret. Po janë në këmbë në zhavorit nga ato gjërat që janë marrë. Po rrezikon si se rrezikon. Marrja e inerteve që janë bërë aty. Pse mos ajo është rrezikim. Ju e keni marrë disa sa herë kanë dalë aty kanë bërë. Dhe kjo po së zgjidhur. Tash nuk shton ato vetëm në erozionin e lumit, se kështu s'ka më për të marrë njëri. Shumë janë tash edhe mund ta rrezikoj, mund edhe jo. Ka marrë një mas bashkia Selenic? Masë nuk e di, jam bresi vetëm. Ju kanë thënë për ta rikonstruktuar? Po, kanë thënë më përpara si puna jonë, që vinë gazetarët dhe gjithë bëjnë, edhe kjo punë. Kështu është kjo. Drashovicës i presin kokën, në mal i lartë, hapin një rrugë aty në mal e dalin andeja. Po kalojnë, ajo ka 2.5, aty kalojnë me 7 e me 8. Shqisë është rrezikshme. Ajo është rrezikshme do thotë se një gjë që ka një tonazh të vogël, atë ka tonazh më të madh. Kështu do thotë që është rrezikshme. S'kemi shpesa fare këtu, se aty kalojnë mjetet min 150, min 20 tonë. Po ku shkojnë? Po shkojnë me zhavorit, punojnë të lartë fshatrave. Tu shkojnë. Kalojnë mjetet, kalojnë njerëzit, kupton? Shumë e rëndësishme është. Këtu po, në Shqipëri po. Po dhe tani edhe me rakesh kupton në ato mjetet të rënda. Sa vite ka qenë zhvuar kjo urë? Nuk të gjenjej ato. Që ata që kalojnë me mjetet të rënda, kalojnë shpesh mjetet tonazhit të rënd? Po dhe kalojnë, motra. Dhe kalojnë. Kalojnë se veten në kava ndeja, kupton? Po janë vetë janë gjithë punë kemë për tejnë, kupton? Të gjithë fshati i kemë për tejnë. Blokon, po izolon. Na do kalojmë me qerre. Ka qenë ura kështu, e rregull. Unë kam 41 vjet këtu. Njësoj, si para dhe në shtetë. Është shumë e rëndësishme për Drashovicën. Se pa u prish kjo urë, këte në fshati Drashovicës ngelet pa urë fare. Edhe pa rrugë. Se kjo rrugë rrit me atë rrugë ndaj që ikën për në Qeparo, ikën për në Vlorë, ikën në Vllajina, ikën në Tepelen, kjo. Kjo ka rrezik të shëmbet se kalojnë makina të rënda me tonazh të rënd, këte që vjen këte në kava, është një kavë këte poshtë. I ngarkojnë atje, po ato ka tonazh të rënd. Kjo si urë është bërë 24 tonë, po është bërë në konjen veri shpejt. 24 tonë në mbante. Tashi nuk i mban dot 12 tonë.
12, 15, 18, 20, kalojnë si që mbushën me gurë, me qakë dhe me punë. Po atë dëmtojnë se ajo ikën betoni, se është bërë që shpejt ajo punë, ka bërë. Që se do prishet në fshatin Drashovic, aje blokon fare. Ne ikën vetëm këtene këkra, me atë rrugën e vjetër. Ka, po e kontrollon kur do, kryeplaku fshatit i bën këto punë. Por, dhe tash s'ka bërë gjë se makinat kalojnë. Po ne kemi frikë më shumë, betë kemi shumë frikë, edhe me makinat vogla kemi frikë. Po Bashkia Selenit s'ka marrë masa? Asnjë gjë s'ka marrë. Qa ka marrë? Asnjë gjë s'ka bërë. Thonë si ku do që ta rregullojnë, po s'rregullohet. Që ta bëjnë urë të mirë, ta bëjnë si ajo ura që bëhet në Vodiç. Ajo po. Bëhet për masa të mira dhe me e rregullt. Përse ato kuma që i ka bërë ata që në konë janë verit, që kam qenë unë i vogël, sot jam 81 vjeç, ato që atër është bërë. Prej luftës së parë botërore në luftën e Vlorës e mëtej në luftën e dytë botërore, ura e Drashovicës shënohet si treguesi i qendresës shqiptare përballë pushtuesve fashiste e nazistë. Në këtë urë më 5 qershor 1920, çeta e Salivranishtit rrethoi garnizonin armik. Viti 1943 ta gjente sërish urën në zjarr. Në luftën e dytë botërore, formacionet partizane shqiptare luftuan kundër pushtuesit nazist. Betejë e Drashovicës është zhvilluar nga 15 shtatori deri më 4 tetor 1943, u kthye në një faqe të ndritur të historisë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e së dielës në lagjen Pavarësia 3, ku një fëmijë 2 vjeç dyshohet se aksidentalisht ka rënë nga balkoni i banesës në pallatin ku banonte dhe përpasoj ka ndërruar jetë në vend. Sipas policisë, rezulton se fëmia ndodhej në banesë së bashku me nënën e tij. Në një njoftim zyrtar, policia bën me dije se ditën e dielës rreth orës 18:20 në lagjen Pavarësia 3, një fëmijë 2 vjeç dyshohet se aksidentalisht ka rënë nga balkoni i banesës në pallatin ku banonte dhe përpasoj ka ndërruar jetë në vend. Nga të dhënat paraprake bën me dije policia, rezulton se fëmia ndodhej në banesë së bashku me nënën e tij, shtetase me inicialet KH. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Në harkun kohor të pak ditëve, 3 persona që sipas policisë të Vlorës vuanin nga sëmundjet e shëndetit mendor kanë dhënë fund jetës duke u vetëhedhur nga pallati. Mjeku psikiatër i qendrës komunitare të Spitalit Psikiatrik Ali Mihali në Vlorë, Tiliano Lepuri, thotë se rastet të cilat janë me demencë, siç njihet ndryshe skleroza, janë më të prirur drejt këtyre akteve. Demenca sipas Lepurit është degradimi i sistemit të menduarit, ku humbet gjykimi që çon personat në akte të tilla. Mendimi im është se zakonisht në mosha kaq të mëdha dhe kur shfaqen këto lloj sëmundjes, më tepër kanalizohen drejt demencës ose sklerozës, që i thonë në gjuhën popullore. Demenca është një degenerim i sistemit nervor, sepse siç e dim që liza nervore një lind në jetë dhe nëse ajo shkatrohet nuk rigjenerohet më. Dhe ç'a ndodh? Zakonisht gjatë demencës, një nga pjesët më të rëndësishme të saj, përveç kujtesës, është dhe gjykimi. Domethënë, humbet gjykimi tek personi i cili vuan nga kjo lloj sëmundje. Por me saktësi ose me kompetencë të plot nuk mund t'i them dot raste, sepse unë nuk i njoh si çfarë ka ndodhur realisht dhe nuk mund të gjykoj realisht çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Por skleroza, siç e thash, është një degenerim i sistemit nervor dhe ndikon në shëndetin mendor duke humbur gjykimin, kujtesën, mënyrën e të folurit dhe shumë probleme të tjera. Në një moment, personi mund të ndihet dhe shumë i dobët emocionalisht, sepse në atë moment do pak guxim që ta bësh atë veprim që të arrish në suicid, dhe në atë moment mendoj që personi ka qenë i papërgjegjshëm ose nuk e ka gjykuar mirë gjendjen. Por rastet që ndodhin më shpesh, sepse nga skleroza janë pak më të rralla ose nga demenca, janë rastet kur kemi çrregullime depresive madhore. Aty varet komplet, sepse i gjithë ekuilibri emocional është i prishur, humori është shumë i ulur, domethënë kemi një mërzitje të madhe, ka dhe mendime
që mund të jenë nga më të ndryshme, ndërkohë që mund të ketë deluzione ose halucinacione auditive që mund të jenë zëra urdhërues ndonjëherë që e urdhrojnë për të bërë një veprim të tillë, që është gjëja më e rëndë në punën tonë. Domethënë, suicidi është gjëja për që të gjithë psikiatrit e kanë në plan të parë kur kanë përpara një rast i cili paraqet çrregullime të humorit të sferës depresive. Stiliano Lepuri, njëkohësisht nëndrejtori i Spitalit Psikiatrik Ali Mihali, thotë se çrregullimet e shëndetit mendor kurohen, por ato duan një regjim ose një ndjekje të rregullt të mjekimeve të dhëna nga mjeku. Lepuri tregon gjithashtu edhe mënyrën e trajtimit që duhet ndjekur. Çrregullimet depresive kurohen dhe parandalohen, thjesht duhet një mjekim shumë i rregullt, me ndjekje shumë të rregullt nga pacienti, ku dhe një rol shumë kryesor këtu ka dhe familja e cila e rrethon pacientin, sepse në shumicën e rasteve, siç e dim, pacienti mund të jetë pak neglizhent, sidomos në marrjen e mjekimeve. Këtu hyn në punë dhe rolin kryesor familja, e cila duhet të kujdeset për të, sidomos për marrjen e mjekimeve dhe sjelljen e rregullt për konsulta tek mjeku specialist. Fillimisht, puna kryesore është e familjes apo e komunitetit, sepse një rast i cili është për herë të parë dhe nuk është hasur asnjëherë me dyert e shërbimeve tona, duhet që të sillet nga familja, sepse, siç thash, ai nuk është në ekuilibër psikoemocional të tillë që të kuptojë rëndësinë e asaj që ka, dhe nganjëherë mund ta neglizhojë dhe mund mos ta pranojë kontaktin me mjekun. Këtu hyn në punë familja ose komuniteti, që ta sjellin për vizitë në strukturat tona. Hapi i dytë dhe më i rëndësishëm është gjykimi i mjekut, sepse në shumicën e rasteve kur vijnë me të tilla probleme, mendimi im personal është se 85-90% duhen shtruar për një hospitalizim që të dalin nga gjendja, nëse janë shumë të theksuara këto lloj problematikash. Raste të veçanta janë që ndiqen dhe në komunitet, por siç u thash, çelësi i çdo gjëje është ndjekja e rregullt e mjekimit dhe konsultat periodike që lihen bashkarisht nga mjeku me pacienti për të parë gjendjen në vazhdimsi. Mjeku psikiatër konfirmon se ka edhe raste kur mjekimi neglizhuar ka sjell pasoja tek pacientët. Ka dhe neglizhenca, por përqindja më e madhe ndjekin mjekimin rregullisht, sidomos ata që vinë vetë dhe kërkojnë ndihmë. Jo vetëm të moshuar, por gjatë viteve të fundit të tilla akte i kanë kryer edhe persona në moshë të re. Oriku në finalen e madhe për ngjitje në kategorinë e parë. Skuadra e Orikut arriti një fitore të rëndësishme ditën e diel në transfert, duke mposhtur Bylis me rezultatin 2-0. Tashmë gjithçka për ngjitje në një kategori më lart do të vendoset të dielën e ardhshme në përballje finale kundër Butrindit, e cila do të luhet në Orikum. Ndeshja së dielës u karakterizuan nga tensioni i lartë dhe përplasje si brenda ashtu edhe jashtë fushës. Megjithatë, Oriku arriti të dalë fitues në një fushë të vështirë, duke shënuar nga një gol në secilën pjesë. Të dy ekipet patën edhe karton të kuq, ndërsa lojtari Orikut e Lushi u shoqërua edhe nga forcat e rendit. Pavarësisht situatës së tensionuar, Oriku arriti të marrë 3 pikë shumë të rëndësishme. Tashmë gjithçka do të vendoset të dielën në ndeshjen kundër Butrindit, ku do të përcaktohet se cila skuadër do të ngjitet në kategorinë e parë. Janë 90 minuta vendimtare ku Oriku ka mundësinë të rikthehet një kategori më lart, që është objektivi kryesor i këtij sezoni.